Të rinjt gjithnjë e më pesimist për një integrim të vendit në Bashkimin Evropian në një afat kohor racional. Sipas rezultateve të një ankete online të publikuar në Bruksel, mbi sfidat e euroskepticizmit të rinjve në Ballkanin Perëndimor, rasti i Maqedonisë së Veriut konfirmohet prani e euroskepticizmit tek të rinjt, pritshmëri të ndryshme sa i përket anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Mbi 40% kanë një qëndrim pozitiv ndaj Bashkimit Evropian, por nuk besojnë në anëtarësimin e shpejtë të vendit në Bashkimin Evropian. Kur bëhet fjalë për të ardhmen e vendit në BE, të dhënat tregojnë një shkallë të lartë skepticizmi. Gati gjysma e të anketuarve, 46.5%, nuk besojnë se Maqedonia do të bëhet ndonjëherë anëtare e BE-s, ndërkohë 35.8% besojnë se anëtarësimi është i mundur, por vetëm në një të ardhme më të largët. Vetëm 6.7% mendojnë se kjo mund të ndodhë brenda 5 vjetëve të ardhshme, ndërsa 11% janë të pavendosur ose nuk kanë mendim për këtë çështje, thuhet në anketë. Ndërkohë, faktorët që çojnë në pesimizëm dhe pengojnë integrimin sipas të anketuarve radhiten: korrupsioni, mosmarrveshjet dypalëshe dhe niveli i ulët i besimit në institucione. Sipas të dhënave të publikuara nga ky hulumtim, 41% e të rinjve në vend e perceptojnë pozitivisht Bashkimin Evropian, 24% shprehin qëndrim negativ, ndërsa pak më shumë se 1/3, gati 35%, mbeten neutral. Anketa është realizuar në fund të qershorit 2025 me pjesëmarrjen e mbi 1.000 të rinjve nga Maqedonia e Veriut.